Një përplasje e dhunshme ndodhur mesditjen e një dite më parë paradirës së shkollës së gjuhëve të huaja Shejna Zejuka në qytetin e Shkodrës ka çuar në arrestimin e dy të rinjve dhe në nisjen e hetimeve penale për 5 të mitur. Ngjarja ka shkaktuar shqetësim të madh të nxënësit, prindrit dhe banorët e zonës pasi konflikti ndodhi në një ambient të frekuentuar dhe pranë institucionit arsimor. Sipas njoftimit zyrtar të policisë së Shkodrës, në pranga janë vënë Klevin Thepi, 24 vjeç, dhe Doronej Stokulla, 19 vjeç. Të dy dyshohet se kanë qenë të përfshirë drejt për drejt në konfliktin fizik që shpërtheu për motive të dobta dhe u përshkallëzua në dhunë. Po ashtu, në këtë ngjarje janë vënë në hetim 5 të mitur, ku 4 prej tyre janë 17 dhe 16 vjeç. Nga veprimet paraprake hetimore, rezulton se palët janë konfliktuar fillimisht verbalisht dhe më pas janë përplasur fizikisht me njëri tjetrin. Si pasojë e sherrit, dy të miturit, një 17 vjeçar, kanë pësuar dëmtime të lehta dhe kanë marrë ndihmë të nevojshme mjekësore, ndërsa gjendja e tyre shëndetësore raportohet jashtë rrezikut për jetën. Policia ka ndërhyrë menjëherë në vendngjarje dhe ka neutralizuar situatën për të shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm të konfliktit. Më pas janë kryer shoqërimet dhe veprimet procedurale në bashkëpunim me prokurorinë pranë gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër. Burimet nga uniformat blu bojnë me dije se hedimi po vejon për të dokumentuar plotësisht ngjarjen, rolin e secilit person të përfshirë dhe rrethanat që quan në shportimin e dhunës. Në fokus të veçantë janë edhe elementet e sigurisë pranë institucioneve arsimore me qëllim parandalimin e ngjarjeve të ngjashme me të ardhmen. Policia e Shkodrës u bën thirrje të rinjve dhe prindërve që çdo konflikt apo mosmarrveshje të zgjidhet përmes dialogut dhe rrugëve ligjore, duke theksuar se dhuna, veçanërisht pranë shkollave dhe me përfshirjen e të miturave, do të trajtohet me tolerancë zero dhe masa të forta ligjore.